Dhe tashmë për të folur më gjërësisht rreth vendimit më të fundit të Këshillit të Legjislacionit, kemi ftuar në studio deputetin e Partisë Demokratike, zotin Tritan Shehu. Zoti Shehu, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në studion e ABC News. Unë në fakt ju prezantova disa herë gjatë momenteve të transmetimit pikërisht për të diskutuar rreth këtij zhvillimi. Dhe do doja ta nisja pikërisht me arsyet ose motivet që shtyn Partinë Demokratike në Këshillin e Legjislacionit për të kërkuar 2 javë kohë minimumi, madje u kërkua 2 javë deri në 3 minimumi, por u vendos me 2 javë kohë për të shqyrtuar amendimet e ndryshimeve kushtetuese të propozuara nga Partia Socialiste. Të kërkosh të ndryshosh kushtetutën, të sjellësh amendamente për ndryshimin e kushtetutës, qoftë dhe çdo ligj tjetër, por veçanërisht kur preket kushtetuta, padyshim që është një hap shumë serioz, shumë i rëndësishëm, me shumë përgjegjësi, edhe për të qoftë dhe përgjigje negative. Pra, është një element, një moment në cilin duhet reflektuar, duhet studiuar materialet me hollësi, duhet menduar dhe pastaj duhet diskutuar dhe debatuar mbi to. Kolegët socialist sollën një numër të gjerë amendamentesh që preket kushtetuta në pika shumë të rëndësishme të saj që lidhen me sistemin e drejtësisë dhe Partia Demokratike ashtu si kishte deklaruar me shumë seriozitet, me shumë korrektësi, hapi procedurat dhe filloi procedurat për shqyrtimin e këtyre propozimeve që kolegët socialistë sollën në Parlamentin Shqiptar. Sot, unë them se filloi procedura për shqyrtimin e tyre, nuk është se u shtyp procedura. Mbledhja e sotme, që kryesohej nga zonja Topalli, hapi procedurën për shqyrtimin e këtyre amendamenteve për ndryshimet kushtetuese që kishin sjellë zotërinjt socialist, kolegët socialistë. Procedura filloi, folën 2 nga kolegët socialist, foli zoti Xhafa, foli zoti Majko si relator për të paraqitur materialin, dhe pasandaj, tashmë që procedura filloi, deputetët e maggjorancës kërkuan 2 javë kohë për të menduar, për studiuar materialin, për të përgatitur për debatin që do jetë për të çështje, për të përgatitur edhe për grupet e interesit që do vinë do të relatojnë, edhe për pyetjet që do drejtohen atyre, pikërisht sepse janë shumë serioz dhe shikojnë me shumë seriozitet çdo propozim që vjen, veçanërisht kur kërkon të prekë kushtetutin. Neve kemi raste ligjesh të tjera shumë të thjeshta që kanë kaluar në Parlamentin Shqiptar, ku kolegët e të majtës kanë kërkuar 10 ditë, 2 javë kohë, 3 javë kohë për t'i marrë shqyrtim, për të punuar mbi to, dhe kjo i është akurtuar absolutisht sepse është një drejtë e tyre. Jo më kur vinë propozime kaq të rëndësishme për prekjen e kushtetues së Shqipërisë. Ne menjëherë relatori zoti Majko i Partisë Socialiste, menjëherë pas përfundimit dhe vendimit të votimit në Këshillin e Legjislacionit, doli dhe tha nuk e kuptoi qëndrimin e Partisë Demokratike kur ata kërkojnë me aq ngulm respektim afatesh dhe për shpejtim, po e quajmë, të ndryshimeve kushtetuese për heqjen e imunitetit, pra data 6 gusht pikërisht për marrjen e statusit të vendit kandidat, dhe në kaun tjetër thotë kërkojnë kohë 2 javë për të parë këto ndryshime kushtetuese që propozohen nga Partia Socialiste. Do t'i përgjigjem me 2 elementë sa i pyetjes tuaj. Së pari unë mendoj që vetë kolegët socialist sot në mbledhjen e komisionit kishin ardhur krejt pa përgatitur. Ti jemi realist. I pa përgatitur është materiali që u dorëzua, i pa argumentuar qartësisht për ndryshimet e thella që kërkohen, lexoni materialin. Të përgatitur për mua ishin dhe 2 kolegë socialistë që folën dhe që paraqitën materialin. Zoti Majko, i cili ishte relatori, ka folur rreth 30 sekonda, 23-30 sekonda, kur dhe të them të drejtën, nuk dha asnjë ide bindse dhe asnjë argument në atë kohë kaq shkurtër që foli për të mbështetur ndryshimet kushtetuese kaq të thella sa kërkohen nga kolegët socialistë. Majko argumentoi kohën e tij pse aq, sepse tha kemi 2 muaj që ne kemi thënë, ne kemi bërë me dije. Nuk është kështu. Relatori që referon atje, përpara atje referohet, shiko, komisioni është një institucion suprem zyrtar i parlamentit që merr në shqyrtim ndryshime kushtetuese. Pra kërkohet një seriozitet, aq më shumë kur kërkohet prekjet kushtetuese në ato elemente thellë që kërkohet preket, kërkohet një përgjegjësi në radhë të parë nga ata që paraqesin kërkesën dhe pastaj nga në anë të dytë nga komisioni. Unë me keqare them që kolegët që paraqiten kërkesën
kishin një mungesë të thellë serioziteti dhe përgatitje dhe argumentash, dhe për mendimin tim ishin krejt vetë të përgatitur, kështu që unë mendoj ata vetë ka nevojë të studiojnë materialin që kanë paraqitur për të argumentuar pse duhen bërë ato dyshime. Për ta mbrojtur. Në anë tjetër, komisioni, grupi deputetëve të PD-s u tregua shumë serioz dhe shumë i përgjegjshëm, sepse kërkoi kohë për të studiuar një material të tillë dhe për dhënë konkluzionet mbi një material të tillë i cili kërkonte drejtën ndryshime të thella të kushtetutës. Së dyti, pjesa dytë e pyetjes tuaj që bën është sepse nuk ka asnjë lidhje, asnjë interferencë midis ligjit që është paraqitur, ndryshimit ligjor që është paraqitur, për ndryshimin e kushtetutës për kufizimin e imunitetit dhe ndryshimeve të kushtetutës që paraqit tashti Partia Socialiste. Janë dy gjëra krejt e veçanta, janë dy gjëra krejt të ndara midis tyre, që nuk kanë asnjë lidhje midis tyre, ndërsa drafti për imunitetin dhe ndryshimet kushtetuese për imunitetin janë një çështje e diskutuar për 10 vjetësh. Janë disa drafte ligjore që janë sjellë për këtë gjë deri më sot. Janë muaj të tëra që diskutohen tashmë. Është një draft ligjor i cili ka kaluar në komisionet përkatëse. Është një draft ligjor i cili ka ngelur vetëm për të votuar në seancë plenare dhe që është aktualisht në rend të ditës për të votuar në seancë plenare në momentin që deputetët socialistë do thonë hajdeni ta votojmë, sepse kjo është një domosdoshmëri dhe një urgjencë. Pra mund të votohet edhe pa pësuar ose pa bërë këto ndryshime të amendimet të Partisë Socialiste. Shiko, nuk ka asnjë lidhje, nuk ekziston asnjë korrelacion, qoftë logjik, qoftë formal, qoftë në bazë të rregullores së Parlamentit shqiptar. Ligji, drafti ligjor për ndryshimin, për kufizimin e imunitetit, siç është dhe drafti ligjor për ndryshimin e gjykatën e lartë. Janë dy drafte ligjore të domosdoshme për institucionet tona, për elektoratin shqiptar, për komunitetin ndërkombëtar dhe për hapat tona integruese. Dhe janë në tavolinë, janë në rend të ditës, është në rend të ditës drafti për imunitetin, nuk u votua më 6 gusht. Dhe pse nuk u votua në 6 gusht? Unë do them se nuk u votua në 6 gusht. Nuk u votua në 6 gusht, pikërisht për arsye se po të që votuar në 6 gusht. Dhe zotrin edhe nuk do kalonte në votim, siç ishin të gjitha premisat që nuk do kalonte, duhesh rivotuar pas një viti si ndryshim kushtetues që është. Fakti që nuk u votuan në 6 gusht e bën që është në rend të ditës në çdo sekond moment të vlefshëm për të votuar në seancën plenare të Parlamentit në momentin që kolegët socialistë do jenë dakord ta votojnë. Pra është krejtësisht përgjegjësia e tyre, absolutisht krejtësisht përgjegjësia e tyre, në qoftë se nuk pranojnë të votohet, dhe është gjithë përgjegjësia e tyre që ata të thonë në çdo moment, hajde ta votojmë ditën, natën, të shtunën, të dielën, të hënën, të martën, kur të kenë dëshirë ata të vim ta votojmë, të mblidhemi ta votojmë. Partia Socialiste ka thënë që nëse do ndryshohet kushtetuta, do të preket kushtetuta, madje ka thënë Rama konkretisht, do të merren të ndryshohet kushtetuta dhe për heqjen e imunitetit, por dhe për këto propozimet tona, pra në blok së bashku të ulemi dhe të bëjmë ndryshimet kushtetuese. Nuk ka, unë e kam thënë dhe të tjera, nuk ka gjë më të mirë të bllokosh diçka mbi cilën keni dakord apo diçka që ke sjell vetë, sepse draftin për ndryshimet e imunitetit është një draft, është një produkt kryesisht i punës së partisë së deputetëve të PS-s mbi një draft ndërkombëtar, jo mbi një draft PD-s, të organizmeve ndërkombëtare. Pra nuk ka më të mirë të bllokosh diçka të tillë, sesa duke krijuar pastaj duke vënë 100 kushte tjera, të gjëra sa një oqean, që nuk lidhen fare me këtë, që janë fare të konteksti, por që nuk është bërë asnjë parapërgatitje në atë, dhe që realisht edhe vetë kolegët socialistë që paraqiten sot ishin krejt të papërgatitur, e qoftë dhe të paraqitur, që u duk sot qartësisht, shumë qartësisht në mbledhjen e komisionit, e cili realisht ju moni një vendim shumë të drejtë pastaj, por na shtuar spaku 2 javë, në mënyrë që të reflektohet, të mendohet dhe të jemi serioz ndaj një propozimi të tillë. Shiko, unë mendoj se deputetët e maxhorancës, me qëndrimin dhe me vendimin e sotëm, jo vetëm që treguan serioz për veten e tyre dhe për përgjegjësinë që kanë, por unë mendoj se i kërkuan dhe kolegëve socialistë të jenë serioz në paraqitjen e propozime kaq të rëndësishme se që ata kanë paraqitur tashmë për të ndryshime të thella të kushtetutës. Pra, sidoqoftë, nuk kemi asnjë korrelacion me draftin për
kufizimin e imunitetit, absolutisht, gjitha korelacione artificiale, janë vetëm për të blokuar imunitetin, janë vetëm për të dëmtuar hapa tona integruse, nuk ka asnjë lloj korelacion të tillë, ne jemi të hapur, çdo moment ta votojmë atë draft Partisë Socialiste në seancë plenare, se është gjithmonë në rend të ditës. Çdo sekondë, çdo moment është në rend të ditës për të votuar në Parlamentin Shqiptar. Ashtu si ka në momenti të votohet absolutisht ligji për ndryshimin në gjykatën e lartë, i cili nuk është gjë tjetër, vetëm një ligj shumë i thjeshtë teknik, që i hap rrugë implementimit të gjykatës administrative dhe që fatkeqësisht vazhdon të jetë bllokuar nga Partia Socialiste. Të dyja këto ligje janë kushte për hapat tona integruese. Le dëgjojmë ç'tha zoti Sanino, apo jo, pakor. Po kemi 2 ditë në fakt ndërkombëtare të cilat 42 orë përpara, qartësisht e tha. Dhe asnjë nuk ka thënë deri më sot. Asnjë organizëm ndërkombëtar nuk ka thënë që është kusht, janë kusht edhe miratimi i këtyre ndryshimeve kushtetuese që ka paraqitur Partia Socialiste. Jo. Megjithatë, ne këto ndryshime, edhe këto ndryshime kushtetuese kanë hyrë në rend të ditës. Procedura ka filluar, jo se është shtyr procedura ka filluar. Pra nuk kemi shtyrje të procedurës. Nuk ka si të ketë, derisa procedura hap sot, derisa komisioni mblos sot, zënë Topalli kryesoi komisionin. U paraqitën materialet nga 2 kolegë socialistë, pavarësisht si u paraqitën ato, apo jo. Pastaj kërkua kohë për të reflektuar, është brenda procedurës, procedura ka filluar. E qartë. Por koha e reflektimit dhe emendimit të komisionit dhe deputetëve është kohë brenda procedurës dhe në përputhje me rregulloren e parlamentit, një procedurë krejt normale që është bërë dhe për ligje tjera shumë të thjeshta, ku kanë kërkuar them shumë kohë për të menduar dhe për të u dhanë dhe shembuj faktikisht në mbledhje. Por ju më parë në momentin që janë bërë këto ndryshime, këto kërkesa për ndryshime, këto amendime, pra janë bërë publike në komunikatat, në deklaratat për shtyp apo në daljet publike, deputetët Partisë Demokratike kanë deklaruar që, dhe madje edhe kryeministri Berisha ka deklaruar që nuk mund t'i jap opozitës pushtet në tavolinë, sepse në këtë mënyrë me këto ndryshime që kërkon, opozita kërkon të vendosë gjithë institucionet më të larta të shtetit. Unë jam shumë dakord me ju. Si i merrni shqyrtim tani? Shiko, unë jam shumë dakord me ju, por është një tjetër gjë, janë deklaratat politike që bëhen me një opsion, absolutisht, dhe tjetër gjë, serioziteti i punës një komisioni parlamentar, më të rëndësishëm, komisioni më i rëndësishëm ky, i cili studion, analizon një propozim veçanërisht si ky sot i ardhur tashmë për ndryshimet e thella të kushtetues. Është i paragjykuar ky propozim nga ana juaj? Politikisht mund të jetë i paragjykuar, por ama formalisht, juridikisht, ne po e shohim me shumë seriozitet. Ne jemi ulur, po e shohim me shumë seriozitet, duke respektuar në shumë korrekte rregulloren dhe proceduriale të Parlamentit Shqiptar dhe duke kërkuar kohën e nevojshme për të reflektuar dhe për të gjykuar, qoftë për ta kundërshtuar me argumenta kundër. Pra, kjo tregon seriozitetin e punës së një komisioni kaq të rëndësishëm parlamentit. Pastaj deklaratat politike që bëhen, pro apo kundër, është tjetër gjë. Komisioni ka të detyrë që pavarësisht nga deklaratat politike që bëhen, me shumë seriozitet të shqyrtoj çdo propozim që bëhet për të gjë. Dhe unë mendoj se në këtë mënyrë ne veç se japim seriozitet një propozimi të kolegëve socialistë, i cili u paraqit sot para komisionit pa seriozitet nga ana e tyre. Në rast se socialistët vazhdojnë të jenë qëndrimit të tyre që ndryshimet kushtetuese duhen bërë së bashku, pra me heqjen e imunitetit dhe së bashku me këto amendime, a mendoni se mund të jetë risk për ju për marrjen e statusit të vendit kandidat kjo shtyrje ose më saktë kjo procedurë dyjavore? Të përzihesh këto gjëra, të ngatrosh këto gjëra, do të thotë të kërkosh të bllokosh ato 2 ligje të cilat janë domosdoshme për statusin e kandidatit, që është ndryshimet për kufizimin e imunitetit dhe ndryshimet në gjykatën e lartë. Të kërkosh të përzihesh këto 2 elemente, s'kan asnjë lidhje me të tjerat. Me gjëra të tjera pa lidhje, aq më shumë të kërkosh të kushtizosh këto me gjëra të tjera që s'kan lidhje me këto, kërkon se ti në fundit kërkon, dëshëron dhe po bën të gjitha pikët për bllokuar këto 2 ligje të rëndësishme që janë, ashtu si e tha edhe zoti Sanino e përsëris prapë disa orë përpara, për hapat tona të integrimit. Pra kërkon realisht që ti të godasësh procesin e integrimit, të bllokosh procesin e integrimit dhe e maskon këtë pasaj duke hedhur në tavolinë një mori propozimesh të tjera, të cilat pavarësisht nga vendimi do merret, por shqyrtohen me shumë seriozitet brenda rregullores parlamentit dhe brenda gjithë procedurave formale që parlamenti shqiptar ka.
Duke qenë tek procesi I integrimit, a mendoni se situata aktuale politike në vend, ose më saktë, mos votimi I ligjit për ndryshime kushtetuese për heqjen e imunitetit, dhe më pas diskutimet e tjera dhe ligji për gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, për gjykatën e lartë, duke qenë në këtë situatë, a mendoni se vjen shumë shpejt tetori dhe pothuajse erdhi dhe mund të marrim një notë negative, mund të ndikojnë drejt për drejt? Absolutisht po. Mund të ndikojnë drejt për drejt. Absolutisht po. Është e vërtetë. Fatkeqësisht nuk është e sigurt a do merret apo jo statusi vendi kandidat në tetor kur të jepet mendimi. Pse? Sepse janë këto bllokime që kanë krijuar një imazh negativ. Janë këto bllokime që kanë bllokuar disa nga elementet e rëndësishëm. Është bllokimi për gjykatën e lartë që ka bllokuar implementimin e ligjit për gjykatat administrative. Pra unë mendoj se kjo bëhet pikërisht për të obstruksionuar. Fatkeqësisht ka akoma qëndrime obstruksioniste dhe negativiste të Partisë Socialiste. Unë do them se majoranca ka bërë të gjitha përpjekjet dhe mundësitë e saj për një kompromis të mundshëm. Edhe drafti I ndryshimit për imunitetin që drafti I Partisë Socialiste një real atyre ta bëjnë. I takon atyre thonë, hajde votojmë, dhe siç thash, ligji për ndryshimin e imunitetit është në rreth të ditës, në çdo rast, në çdo sekond, në çdo moment mund votohet kur e duam, në mesnatë, në mesditë, mjafton që ta thonë, hajde votojmë. Kjo është e vërteta. Pastaj se si spekulohet, si kërkohen të gjenden mekanizma të tjerë bllokues duke u hedhur me gunaja, kjo unë mendoj se ngel pastaj përgjegjësia e plotë politike e kolegëve socialistë, e leadershipit socialist, e zotit Rama personalisht për bllokimin e statusit të vendit kandidat, që ai do të bllokohet. Unë shpresoj gjithmonë që kolegët socialistë të ulemi të votojmë të dy ligje që janë gati, që janë përfunduar. Po, që është marrë dhe miratimi në parim, pra. Që njëri nga që janë bërë nga ata vetë, realisht, dhe në të mënyrë ta kalojmë të moment. Pra, ky është problemi dhe kjo është e vërteta. Të tjerat pastaj janë spekulime. Ju si politikan, në shumë përvojë sigurisht dhe politikan I vjetër, mendoni se mund të votohet sërish në minutat e fundit, ashtu sikur se ka ndodhur rëndom, edhe ligji për kodin zgjedhor, ndryshimet në kodin zgjedhor dhe ligjet e tjera, të gjitha kanë shkuar te afateve dhe janë votuar çdo kohë. A keni besim ose a besoni duke pasur parasysh mënyrën se si ka funksionuar? Kodi zgjedhor u votua dhe kaloi krejtësisht me ato ndryshime që Partia Socialiste kërkoi. Pra Partia Demokratike bëri të gjitha lëshimet e saj dhe Partia Socialiste votoi sepse kishte interes të votonte, se I kërkoi vetë. Po, dakor, po edhe këtu kemi të bëjmë një hap që ka interes Shqipëria, ka interes vendi, radhë të parë. Unë them që kanë interes të gjithë, edhe ne dhe Partia Socialiste, por ka interes vendi tërësi. I takon kolegëve socialistë vinë të votojnë këto që të kalojmë të moment. Për kodin kishte interes vendi sepse ishte një nga kushtet. Jo, në radhë të parë, ndryshimet që u bën brenda ishin kërkesat të Partisë Socialiste. Para u respektuar. Dakor, por reforma zgjedhore ishte pikë. Po, si reformë zgjedhore, por si ndryshime ishin ato element që kolegët socialistë mendonin që interesonin atyre. Dhe ne I bëm. Pse? Sepse në fitoren tonë nuk e bazojmë të disa element të kodit zgjedhor, po fitoren tonë e bazojmë në 2013 tek vota e elektoratit shqiptar, pra atë që ne kemi bërë në këto vite, për reformat që kemi realizuar dhe për vizionet që kemi për të ardhmen. Pra ky është ndryshimi I madh. Midis nesh edhe Partisë Socialiste, e cila e lidh fitoren ose humben me elemente të tjera që nuk lidhen me atë që bën realisht. Pra unë e them përsëri që në çdo moment që kolegët socialistë duan të vendosin të votojnë, ligjin për kufizimin e imunitetit mund ta bëjmë të punë. Ai është në renditës në mënyrë të vazhdueshme. Ligji për ndryshimin e gjykatës kushtetuese edhe ai që I përfunduar është gati për të votuar. Pra janë dy element që duhet I bëjmë. Nuk ka pse t'i lidhim në artificiale me të tjera element, me tjera ndryshime, të cilat po shqyrtohen me shumë seriozitet, me shumë përgjegjësi dhe të respektohen në përputhje plot me procedurën e parlamentit shqiptar që ka për të tilla propozime. Dhe në fakt, në momentin e fundit bisedës, unë dua të marr një mendim, zotë Sheku, për sa I përket natyrës bllokuese që ka sistemi I demokracisë në vendin tonë. Po shohim edhe kjo ka ardhur si pasojë e kodit zgjedhor, sistemit zgjedhor. Në këtë kuadër ne shohim që ka shumë ligje me 3 pecat që po bllokojnë. Pra në çdo moment mund të votohet tashmë heqja e imunitetit, kemi një tjetër ligj për gjykatën e lartë që do të votohet më pas, do të vi dhe një tjetër, pra mund bllokohet edhe për ndryshim të një kodi. Kjo është kushtetuta shqiptare. Kjo është kushtetuta shqiptare. Kështu është ndërtuar kushtetutë e cila u miratua me votat e të majtës shqiptare. Ne e respektojmë të kushtetutë si ligjin themelor të vendit, sepse në të mënyrë respektojmë vlerat e vendit, vlerat e demokracisë, pavarësisht
Në një moment caktuar kemi qenë apo nuk kemi qenë dakord me atë dhe mënyrën si u bë. Pra, realisht, kjo tregon pikërisht përgjegjësinë tonë ndaj institucioneve, ndaj ligjeve, ndaj demokracisë dhe ndaj vlerave. Sepse ajo kushtetutë së fundit, pavarësisht nga objeksionet që mund të ketë pas Zhopal kur u miratua, janë vlerat e këtij vendi. Pra detyra jonë është ta respektojmë. Unë mendoj që janë kolegë socialistë që duhet të respektojnë këto vlera, duke marrë pjesë në këtë proces, duke miratuar të dy ligje që janë gati për të miratuar, që janë renditës me të vazhdueshme për të votuar, dhe duke kaluar të moment. Ju më bët një pyetje. A do të vinë të votojmë ata në një moment caktuar? Pra, a mendoni se Unë mendoj që kjo pyetje do drejtohet atyre. Fatkeqësisht është e vështirë ti parashikosh sepse ata kanë pas kaq shumë oscilacione në këtë periudhë që kanë 2009. Duke kaluar nga bojkoti në lëvizje revolucionare, nga pjesëmarrja, prap në gjysmë bojkot, prap në dalje rrugësh, pra kanë pas oscilacione në qëndrimin e tyre. Gjë që të drejtën i bën disa herë të paparashikueshëm në veprimet që do të mbajnë edhe në periudha të shkurtra kohore. Megjithatë, unë i ftoj dhe shpresoj që kur të dëshirojnë të vim të votojmë ligjin e imunitetit i cili është në rend të ditës dhe ligjin për ndryshimin e gjykatës së lartë, në këtë mënyrë kryejmë detyrë ndaj vendit, ndaj elektoratit tonë, ndaj Shqipërisë, ndaj të ardhmës së saj europiane. Ligji për imunitetin duhet ndryshuar sepse ka qenë një nga rekomandimet e Bashkimit Evropian, apo ka ardhur vërtet momenti dhe duhet vërtet të mos harrojmë se ligji për ndryshimin e imunitetit është një kërkesë e zotit Berisha që në opozitë. Që në opozitë 2003. Sepse unë ndjej kjo nevojë. Ka qenë një kërkesë e zotit Berisha edhe në maggjorancë, edhe në qeverisje. Ka qenë një kërkesë konstante e zotit Berisha dhe Partisë Demokratike si një nevojë që ka Shqipëria në luftën kundër korrupsionit, krimit, që në përmirësimin e imazhit të politikës, në transparencën e politikës, në shtimin e besimit politikës te qytetarët, ka qenë një kërkesë, ka qenë një nevojë në forcimin e besimit të politikës shqiptare te partnerët ndërkombëtar, dhe tash së fundi, si tha zoti Sanino, edhe pak orë përpara përsëri, është një kërkesë e rëndësishme për të arritur një sukses të Shqipërisë, të gjithë bashkë, për arritjen e statusit kandidat në këtë veçanërisht në vitin 100 vjetorit të pavarësisë. Kemi edhe ndryshimet e tjera që kërkohen për rregulloren e kuvendit, që është një tjetër pikë, edhe kjo që duhet plotësuar, edhe pse ka arritur drejt fundit, janë ndryshime që duhen bërë, pra duhen votuar. Ka element që duhen bërë, çdo gjë po bëhet, e të rrugën e tyre ne kemi bërë ndryshime të mëdha në këtë periudhë të kodit zgjedhor, siç thash, të ligje të tjera, por tash kërkohet të bëjnë këto dy elementë rëndësishëm. Këto janë sot në plan të parë dhe janë realisht një urgjencë për të miratuar pa u ngatruar dhe pa u përzier me gjëra të tjera vetëm për t'i bllokuar. Pra, ndryshimet e ligjit për kufizimin e imunitetit dhe ndryshimet e ligjit për gjykatën e lartë. Në çdo sekond, maggjoranca, Parlamenti shqiptar është i gatshëm t'i votojë, mjafton që opozita thotë do vim t'i votojmë sot, se janë në renditës, janë tavolinën tonë çdo sekond, çdo moment për t'i votuar. Nga marrëveshja e nëntorit e nënshkruar mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, ose më saktë maggjorancës dhe opozitës, të gjitha këto ndryshime që janë bërë, kanë pasur diskutime, absolutisht kanë pasur zgjatje, janë kaluar dhe kemi ngelur në këto që tham, janë bërë dhe klasa politike shqiptare, sipas mendimit tuaj, dhe opozita shqiptare, ka treguar përgjegjësinë që duhen, se këto ndryshime duhen vërtet bërë për të mirë të vendit, apo janë bërë thjesht në bazë marrëveshjes për statusin e vendit kandidat. Pra nga imponimi ndërkombëtarëve, thënë ndryshe. Shiko, unë mendoj që maggjoranca, Partia Demokratike, gjithmonë ka qenë koshciente përgjegjësisë së madhe që ka për ndryshimet që duhen bërë. Dhe realisht është gjithmonë ka qenë gjithmonë e prirur për të bërë ndryshime që i nevojiten vendit. Padyshim kur bën ndryshime, kur ke ndryshime që kërkojnë votën e dyve palëve, do bësh kompromise. Është normal. Po, sigurisht. Nuk mund të bëjmë pa kompromise. Në momentin e kompromiseve, Partia Demokratike është treguar shumë e vendosur për bërë kompromise, duke qenë e bindur se të kompromise bëhen për mirën e vendit. Edhe në 2008 në njëjta gjëra, kur u bën ndryshimet kushtetuese dhe kodit zgjedhor, edhe tani kur u bën ndryshimet për kodin zgjedhor, Partia Demokratike bëri gjithë kompromiset e mundshme. Dhe edhe për ligjin për kufizimin e imunitetit, unë mendoj që kompromisi i bërë për Demokratike ishte maksimal. Mbi një draft të bërë nga institucionet ndërkombëtare, pranoi të gjitha ndryshimet që solli Partia Socialiste, duke i dhënë atë ligj realisht një draft të vetë kolegëve socialistë, cilët në mënyrë shumë absurde në 6 gusht, i cili përbën një paradoks të madh të politik, bllokuan votimin e draftit të tyre. Ja, ishte para përgatitur, deklaratat më përpara ishin, kishin qëndrimin e tyre. Mund ta para përgatitur, por ti
nuk mund të bllokosh draftin tënd. Nuk mund të bësh që mos votohet drafti jot. Pra është një paradoks politik. Edhe deklaratat ishin paradokse politike. Edhe mënyra e shtjellimit logjik të çështjes ishte një paradoks politik. Shpresojmë që brenda këtyre ditëve të ketë një tjetër mënyrë reflektimi te kolegët socialist dhe ne të gjithë bashkë ta votojmë. Tashmë quhet thjesht votimi konkret sepse ata kanë vënë votën e tyre pro. Ndryshe ajo deklarat. Shiko. Këto janë machiavellizma. Vota pro në deklarat, vota jo në parlament. Vota është vetëm një. Kur në seancë plenare shtyp butonin e dritës së jeshile dhe voton për një ligj. Kjo është votë pro. Vota të tjera pro nuk di të ketë. Vota e vetëm pro është atje. Kur shtypet butoni jeshil në parlament dhe kur dalin numrat që ke votuar pro. Të tjerat pasaj, unë mendoj që janë vetëm element spekulativ dhe tymnaja për të mos qenë sinqert në qëndrimin tënd bllokues ndaj ligjeve të veçanta, konkretisht ndaj këtij ligji sot. Në rast se marrim sërish një notë negative, shpresojmë që jo, sigurisht të paktën edhe gjithë shqiptarët atë duan, mos marrim një notë negative në tetor, në rast se për cilin mendoni se do të jetë kosto politike. Sepse të dyja parë, dhe Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, ja kalojnë njëra tjetrës të temi koston politike. Fatkeqësisht nuk është qartë përfundimi në tetor i problemit të status kandidatit. Pikërisht për këto qëndrime që po mban Partia Socialiste sot në lidhje me këto ligje konkrete që kemi në tavolinë. Ky është shkaku kryesor. Kush do mbaj koston politike, unë mendoj se në radhë të parë dëmin e pson në gjithë Shqipëria. Sigurisht. Absolutisht. Të gjithë shqiptarët. Kudo ku janë, jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por shqiptarët kudo ku janë, e psojnë dëmin nga kjo politikë bllokuese e Partisë Socialiste. Padyshim që përgjegjësinë politike pasaj e ka Partia Socialiste, leadershipi i saj, Zoti Rama, për të qëndrim bllokues që po mbajnë në mënyrë konstante. Dhe që realisht megjithëse thonë që do votojmë, unë kam dëgjuar këto ditë drejtues shumë të lartë Partisë Socialiste në media që thoshin do votojmë, nuk do kushtozojmë. Okej, hajde votojmë nesër. Hajde mblidhemi nesër votojmë. Hajde mblidhemi dielën po duan të votojmë. Është gati, është në ditës. Nuk ka nevojë, po mjafton të deklarohet dhe mblidhemi. Kjo është gatishmëria jonë. Unë shumë se kaq nuk di ç'mund të bëj Partia Demokratike. Po mirë. Politikisht, në rast se kostot i shkojnë Partisë Socialiste nëpërmjet bllokimit, sipas jush të këtyre ndryshimeve kushtetuese dhe situatës ose qëndrimit bllokues që ajo mban. Tashmë vjen shumë shpejt zgjedhjet e 2013-s. A nuk ju le verdis politikisht Partisë Demokratike që e të mos marrë statusin këtë vit pra le të vazhdoj politikën Partia Socialiste bllokuese, por ju të merrni sërish zgjedhjet për një mandat tjetër 4 vjeçar? Kjo është një mendim gjykimi primitiv dhe fatkeqësisht kolegët socialistë gjykojnë shumë në primitive dhe prandaj kërkojnë të bllokojnë statusin e kandidatit. Sepse ata mendojnë në gabuar që dhe në status kandidatit do t'japi forcë politike më shumë Partisë Demokratike, pra hajde të bllokojmë që hajde të ndëshkojmë Shqipërinë vetëm që mos shtohet kredibiliteti i Partisë Demokratike, nuk është kështu. Edhe nuk gjykohet që një politikë të emancipuar, të përgjegjshme dhe në dobi të vendit. E para ne mendojmë dhe gjykojmë që çdo gjë që e bëjmë dobi të vendit. Dhe nga kjo gjë pasaj kërkojmë të marrim votat e elektoratit shqiptar. Ne nuk mendojmë të nxjerrim përfitime politike dhe elektorale duke dëmtuar interesat e vendit. Absolutisht. Kjo është filozofia më e gabuar dhe më regresive që mund të ekzistojë. Fatkeqësisht, në pjesën tjetër, kjo ekziston një filozofi e tillë në një pjesë të atyre që drejtojnë atë forcë politike. Shpresoj që presioni i madh po bëhet, presioni ndërkombëtar, opinionit publik shqiptar, të bëjë që në këto ditë që kanë ngelur, të vinë dhe të gjithë të deklarojnë, kur të duan ata, vinë ta votojmë së bashku në Parlamentin Shqiptar, këto ligje që janë tash si thash, të gatshme në rend të ditës, mbi tavolinën tonë vetëm për të votuar, vetëm për të shtypur butonin e jeshil dhe vetëm kur shtyhet butoni i jeshil, ke votuar pro. Nuk votohet pro duke deklaruar që unë do t'i votoj, jam dakord t'i votoj ose është e mbaruar t'i votoj. Jo. Jam votuar pro vetëm kur shtypet ai buton. E qartë. Zoti Shehu, ju falenderoj shumë për prezencën në studio, faleminderit për mendimet që ndatë me shikuesit e ABC News dhe me mua në këtë studio. Ju uroj punë të bardhë dhe suksese. Faleminderit. Ishte kënaqësi.